Arrestimi i Ermal Beqirit në Francë sipas Partisë Demokratike është një lajm shumë i mirë për qytetarët shqiptar, por i keq për kryeministrin Edi Rama. Nënkryetari i Partisë Demokratike Belind Kolliçi deklaroi se në emër të kreut të qeverisë, Beqiri ka kryer pengëmarrje, shantazhe, vjedhje parash dhe të dhënave personale të shqiptarëve. Por Kolliçi theksoi se janë gjithmonë shërbimet e huaja që kryejnë ndjekjen, hapin dosjet dhe bëjnë arrestimin e kriminalëve shqiptarë. Ermal Beqiri nuk duhet jap llogari vetëm për qindra milion euro të grabitura nga qytetarët shqiptarë, jo vetëm për pengëmarrjen e Daniel Shimës, jo vetëm për skemat që e bëjnë atë qartësisht një antar të denjë të një organizate të strukturuar kriminale, por edhe për përdorimin bashkë me Edi Ramën të dhënave qytetarëve shqiptar për sistemin e patronazhimit e shumë afera tjera. SPAK në fakt po bën sikur po e heton shtetasin Ermal Beqiri dhe nuk po heton as pak padronin e tij Edi Rama. Kolliçi u shpreh se Beqiri duhet hetuar jo vetëm si kriminal lokal dhe ushtar i Edi Ramës, por edhe si agent ndërkombëtar. Edi Rama ka dëshmuar prirjen dhe shijen e sëmurë dhe të theksuar për kartelet, për ish shefat e shërbimeve sekrete me të kaluar të dyshimt, për kryeagentët që tradhtojnë vendet e tyre, siç ka qenë dhe rasti i mikut të tij të ngushtë, Charles McGonigal. Fakti që Ermal Beqiri është një agent i Edi Ramës fillimisht dhe ky i fundit është një kryeministër i një vendi antar të NATO-s e bën çështjen dhe hetimin edhe më emergjent, edhe më të rëndësishëm. Ligjvënësi demokrat ju drejtua me një thirrje protestuesve. Sa herë dilni në protest, kujtoni se dilni kundër njerëzve si Ermal Beqiri, bashkëpunëtorëve të Edi Ramës, që ju vjedhin, vjen gjoja në ndjekje dhe kapen me avion privat, duke shijuar parat që ju kanë vjedhur, tha Kolliçi.